është një datë jashtëzakonisht e veçantë për ne si gjeneratë e cila e kemi përjetuar edhe butimin e parë dhe tani po festojmë 40 vjetorin, duke marrë parasysh që ne si gjeneratë pikërisht në atë moshë, në atë kohë kur u botua për herë të parë Kurani, kishim kaluar fazën e studimeve duke qenë student të profesor Fetiut dhe gjatë gjithë kohës kur profesor Fetiu ishte në vlugën më të madh të përkthimit të Kuranit, ndante me ne, me studentët, përvojën e tij dhe gjithë sfidat me të cilët ballafaqohej ai. Dhe në fund e pam rezultatin në fund në 1985 pam edhe përkthimin e plotë të Kuranit në gjuhën shqipe, që për ne si gjenerat e cila sapo kishim diplomuar nga bankat e Fakultetit të Filologjisë, kishim në dorë një përkthim me të cilin mund të merreshim edhe me studime të mëtejshme, pata fatin që ta kem edhe profesorët dhe të jem asistenti i tij dhe pastaj bashkëpunëtori i tij dhe gjatë gjithë kësaj periudhe kemi diskutuar për gjithë ato sfidat në për të cilat ka kalu profesori